I peshkvinjtë e Kishës Katolike të Shqipërisë kanë uruar bashkërisht besimtarët shqiptar për festin e Krishtlindjes, të bashkuar në një frymë vëllazërore. Ata kanë vendosur që këtë vit të gjithë bashkë t'i drejtojnë popullit shqiptar me një mesazh dashurie dhe shprese. Të gjithë imzotët në urimin e tyre kërkojnë sa më shumë begati në familjet shqiptare. Të dashur vëllezër e motra, këtë urim Krishtlindjes duam t'ja bëjmë së bashku të gjithë ne peshkvinjtë e Shqipërisë. Do kishim dashur që në këtë urim të ishte pjesë edhe Imzot Simon Kulli i peshkvinjtë Safës, por jemi të sigurt se ai na uron Krishtlindjet nga qielli dhe lutet për ne, secili nga ne ka një fjalë për t'u drejtuar popullit të Zotit që është në Shqipëri. Dëshiroj t'ju drejtoj të gjithëve një lajm shprese. Një shprese që buron nga misteri që po kremtojmë. Zoti u bën i ri dhe banoi ndër ne. Po, Krishtlindjen na kujton që Zoti është pranë nesh. Ai hyn në jetën tonë të përditshme. Bëhet i pranishëm veçanërisht atje ku ka vështirësi, pasiguri dhe buajtje. Populli që ecën në errësirë pa një dritë të madhe. E mbi këtë lugin të errët shndriti drita e fuqishme, e ke shumuar gëzimin, e ke rritur haren. Kështu thot profeti Isai në kapitullin 9. Kjo është përvoja e Krishtlindjes, përvoja e daljes nga një errësirë që prek njeriu deri në misterin e fundit, të pakapërcyeshëm për atë që është misteri i vdekjes. Me lumtur që drejtojmë të gjithëve me rastin e Krishtlindjes së shenjtë, festë që kisha kremton çdo vite, duke përkujtuar lindjen e Zotit tonë Jesu Krishtit. Të përgatisim familjet tona ta pranojnë me lutjen e me gëzim ai që po vjen, shërbuesin, Zoti me ne. Gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar e përshumot Krishtlindjen. Zoti ju bekoftë dhe gëzuar Krishtlindjen. Nga zemra ju uroj të gjithëve gëzuar Krishtlindjet. Për çdo 25 dhjetor, besimtarët e Krishterë festojnë lindjen e Jezu Krishtit, një datë që kremtohet me familjen e bashkuar në lutje, dashuri dhe paqe. Krishtlindja sjell mesazhin e shpresës dhe të dritës, duke ftuar njerëzit të jenë më pranë njëri tjetrit, të falen dhe të ndajnë gëzimin me ata që kanë më shumë nevojë.